erdhi vonë te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe pranoi vonë Islamin. Mirë po kjo nuk e ndali të dallohej nga shumë prej sahabëve. Me çka u dallua? Me mësimin dhe përfitimin e diturisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ai sakrifikoi çdo gjë për të arritur këtë. Ai la çdo gjë, çdo obligim, çdo detyrë që mund ta pengonte nga shoqërimi i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe përfitimi i diturisë së tij. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatllin. Në Sahihun e Imam Buhariut dhe Muslimit transmeton Enes ibn Malik, sahabiu i nderuar, radiallahu anhu, se një njeri, një burr, erdhi te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e pyeti për kiametin. I tha: o i dërguar i Allahut, kur është kiameti? Kur është dita e fundit? Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha: e çfarë ke përgatitur për atë ditë? A je bo gati për të dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala? Ai i thot: o i dërguar i Allahut, nuk kam bërë asgjë të veçantë. Nuk kam bërë asgjë diçka speciale. Mirë po, e dua Allahun dhe e dua të dërguarin e tij, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam i pëlqeu kjo përgjigje dhe i tha: ti do t'jesh me ata që i do. Në botën tjetër do t'jesh me ata që i do. Pra nëse e do të dërguarin e Allahut, do t'jesh me të dërguarin e Allahut. Transmetuesi i hadithit Enes ibn Malik thot: nuk kemi gëzuar me asgjë më shumë se sa me fjalën e të dërguarit Allahut azza wa jall që e tha atë ditë. Por këtë fjalë që e tha pejgamberi na gëzoi shumë. Pra ti do t'jesh me ata që i do. Pastaj thot transmetuesi, sahabiu Enes ibn Malik, thot: unë e dua të dërguarin e Allahut. E dua Ebu Bekrin, e dua Omerin, dhe shpresoj të jem me ata fal dashurisë sinqert që e kam për ta, edhe nëse veprat e mia nuk janë sikur veprat e tyre. Pra shpresoj të Allahu thot të jem në xhennet për dashnin që e kam për pejgamberin, për Ebu Bekrin e Omerin. Jo se veprat i kam sikur të atyne. Ne gjithashtu dëshmojmë para Allahut se e duam të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E duam Ebu Bekrin, e duam Omerin, e duam Osmanin, e duam Aliun dhe gjithë shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, si dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tyre të ndritshme. E lutim Allahun na ringjall bashkë me ta, të jemi në xhennetet e Allahut me ta, me mëshirën dhe bujarinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë me bisedën rreth burrave të mëdhenj. Në krye me sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku synimi është të mbjellim në zemrat tona dashurinë për ta, si dhe ta mësojmë moralin e lartë, virtytet e mira, cilësitë e tyre që të i marrim shembuj dhe të i ngjajmë atyre. Sot jemi me një nga ata burra të rrallë dhe të mëdhenj që hynë në histori. Ai është trashëgimtar i dijes së pastër të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ai është transmetuesi
më i madh i haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ruajtës i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është Ebu Hurajra, emër që u lidh fort me emrin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që dëgjojmë Ebu Hurajra, pas këtij emrit e dëgjojmë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U bë kjo sepse transmetoi shumë hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe shumë prej fjalëve të pejgamberit i mbajti përmendsh. Nuk ka libër që flet për Islam, nuk ka ndenj, nuk ka mezhlis dije pa u përmend emri i këtij sahabiu dhe pa bë dua për të. Fjala radiallahu anhu thot, kuptimin e ka, Allahu qoft i kënaqur prej tij. Para se të bëhej musliman, ky sahabi e kishte emrin Abdush Shams. Kur u bë musliman, pejgamberi alayhis salatu wassalam ja ndryshoi, sepse nuk lejohet që njeriu të quhet rob i dikujt tjetër përpos Allahut. Në këtë rast, Abdush Shams do të thot rob i diellit. Nuk bën të quhet njeriu rob i filanit apo i atij apo i këtij. Njeriu është vetëm rob i Allahut, kështu që ai u quajt Abdurrahman ibn Sakhr. Megjithatë, ai nuk u bë i njohur me emrin e tij, po u bë i famshëm dhe i njohur me ofiqin e tij dhe quhej Ebu Hurajra. Shumë pak prej njerëzve e din emrin e tij si Abdurrahman. Shumica e quajnë Ebu Hurajra. Arsyen e këtij emri e tregon ai vet. Thot më quajtën Ebu Hurajra sepse kur isha i ri, i ruaja delet e familjes time. Dhe një ditë i gjeta disa mace të vogla dhe i mora me vete. Kur u ktheva te familja, familjarët dëgjuan zërin e maceve dhe më thanë, çka është ky zë, o Ebu Hurajra? Ai kishte mshef macet e vogla. Çka është kjo, o Abdush Shams? U thash çfarë ishte, i tregon pra si ka ndodhur, dhe nga ai moment i thënë, ti e ke emrin Ebu Hurajra, që do të thot baba i maceve të vogla. Baba i maceve të vogla. Që nga ajo ditë më mbeti thot ky emër. Ebu Hurajra ishte nga një kabile e Jemenit, pra larg Medinës. Erdhi vonë te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe pranoi vonë Islamin. Mirë po kjo nuk e ndali të dallohej nga shumë prej sahabëve. Me çka u dallua? Me mësimin dhe përfitimin e diturisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ai sakrifikoi çdo gjë për të arritur këtë. Ai la çdo gjë, çdo obligim, çdo detyrë që mund ta pengonte nga shoqërimi i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe përfitimi i diturisë së tij. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, një ditë e pyetën si arrite të mësosh kaq shumë hadithe nga pejgamberi alayhis salatu wassalam për aq pak kohë që kalove me të. Ai kishte pranuar Islamin në vitin e 7. I bie që të jetoj me pejgamberin alayhis salatu wassalam mes 3 dhe 4 vjetë. Ai thot, radiallahu anhu, muhaxhirët, ata që erdhen prej Mekës, në Medinë u merrnin me tregti në tregje, për të gjallnu, për të jetu. Ensarët u mirnin me punimin e tokës dhe kultivimin e hurmave, ndërsa unë nuk isha as tregtar e as bujk. Kështu që u detyrova të jetoj dhe të banoj në xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe të përfitoj nga dituria e tij. Pra, nga momenti që erdhi në Medinë, e pranoi Islamin,
ai u instalua në xhamit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pak herë jashtë xhamisë. Pse? Që t'jetë afër burimit kryesor të islamit. E mësoj ilmin, diturin nga burimi, nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë kohën që e kishte, ja kushtoi mësimit të haditheve dhe diturisë përgjithësi. Imam Shafiu rahimahullah thot, Ebu Hurajra është njeriu më i sakt në mësimin përmendësh dhe ruajtjen e hadithit në kohën e tij. Imam Shafiu thot nuk ka pas sikur ai në kohën e tij. Mirë po, në zemrën e Ebu Hurajrës radiallahu anhu kishte mbetur një dhimbje që nuk e linte të gëzohej dhe të kënaqet me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo dhimbje ishte se nëna e tij ende ishte jo besimtare, ende ishte mushrike, ende nuk i kishte besuar Allahun dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ebu Hurajra thot, e thrisja vazhdimisht nënën time në islam, pa ajo nuk pranonte. Nuk kam lënë mundësi dhe mënyrë pa i fol për dinin e Allahut. Mirë po ajo nuk pranonte me këmbgulsi. Një ditë thot, përderisa flisja me të, ajo nuk e pranoi dhe më foli shumë keq për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ka fol fjalë të rënda kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe thot, kjo më mërziti shumë. Kur foli edhe keq për pejgamberin alayhi salatu wasalam, mërziti tepër. Thot, shkova te pejgamberi alayhi salatu wasalam duke qarë dhe i thash, o i dërguar i Allahut, gjithmonë e thras nënën time në islam, po ajo nuk e pranon. Sot e ftova dhe më tha fjalë të rënda për ty. Më rëndoi shumë. Thot, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun që ta udhëzoj nënën e Ebu Hurajrës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pse i tha Ebu Hurajra që kishte fol keq për ty, nuk hezitoi as pak të bëj dua që Allahu ta udhëzoj nënën e Ebu Hurajrës. Dhe tha, o Allah, ngriti duar dhe tha, o Allah, udhëzoje nënën e Ebu Hurajrës. Kur u lut pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe dini sahabët që kur lutej pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu ju përgjiglte më një herë. Thot, dola i gëzuam dhe vrapova për tek shtëpia, me pas se çka do të ndodh në shtëpi, çka do të ndodh te nëna e Ebu Hurajrës. Thot, kur arrita te dera e shtëpisë, e pa se ishte mbyllur dera, nëna ime dëgjoi hapat e mi dhe më tha, prit pak. Dëgjova zhurmën e ujit, ajo po lahej. Pastaj veshi rrobat dhe hapi derën dhe më tha, o Ebu Hurajra, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammed Rasulullah. Dëshmoj dhe deklaroj se vetëm Allahu e meriton adhurimin me të drejtë dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ebu Hurajra thot, u gëzova pa mas, duke qarë nga gëzimi me vrap u ktheva te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thash, o i dërguar i Allahut, gëzohu. Allahu e pranoi lutjen tënde dhe e udhëzoi nënën e Ebu Hurajrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falënderoi Allahun, e lavdroi atë dhe tha fjalë të mira. Pastaj i thash, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun që të më bëj mua dhe nënën time të dashur për robërit e tij besimtar. O i dërguar i Allahut, bëne që mua dhe nënën time ta duan besimtarët dhe bëna neve që ti duam të gjithë besimtarët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, o Allah, bëje robin tënd, Ebu Hurajrën dhe nënën e tij të dashur për robërit e tu besimtar dhe bëj besimtarët të dashur për ata. Ebu Hurajra
radiallahu anhu është sahabiu që kush do që ka dëgjuar për të e ka dashur dhe do ta duan deri në ditën e Kiametit. Jeta e Abu Hurerës është përplot ngjarje interesante, po mjaftohemi me kaq. Të i marrim dy mësime nga kjo hutbe, nga kjo ligjërat. E para, shfrytëzo kohën, shfrytëzoj mundësitë, shfrytëzoj shëndetin dhe personat që i ke për afër, për të përfituar, sepse nesër ndoshta nuk do të jepet kjo mundësi. Abu Hurera radiallahu anhu, edhe pse u shoqërua pak kohë me Rasulullahin alayhi salatu wasalam, ai e shfrytëzoi në maksimum dhe u dallua nga të gjithë sahabët. Mësimi i dytë, të ngulim këmbë në udhëzimin e familjarëve dhe të gjithë njerëzve. Mos të mjaftohemi vetëm me një tentativë. Provo çdo gjë, provo çdo mënyrë, e sidomos për të afërmit tuaj, vazhdoni duke i thirrë në Islam, mos u pajto që të afërmit tu, të dashurit tu, të shkojnë në botën tjetër, të dënohen dhe të ndëshkohen me xhehenem. Provoj të gjitha mundësitë që ata të udhëzohen. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.